Agron Shea, kryetari i Partisë Mundësia, kritikoi Komisionin për reformën zgjedhore, duke thënë se ai do të vrasë partitë e reja dhe demokracinë. Ai akuzoi PS dhe PD se ngritën komisionin pa përfshirë partitë e reja. Shea shtoi se kjo tregon një dakordsi mes dy partive për të vjedhur së bashku me 113 vota pro. Mazhoranca dhe opozita kanë miratuar projekt vendimin për ngritjen e komisionit të posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore dhe me 115 vota pro, projekt vendimin për ngritjen e komisionit të posaçëm për reformën territoriale. Për ngritjen e këtyre dy komisioneve kanë votuar kundër 3 deputet, ndërkohë miratimi u bë pas dakordësisë mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike. Projekt vendimi sqaron se vendimet e Komisionit të Reformës Zgjedhore do të miratohen me shumicën e votave të anëtarëve dhe konsensusin e bashkëkryetarëve. Pjesë e tryezës së diskutimeve do të jenë plot 16 anëtarë, nga të cilët 7 do t'i përkasin Partisë Socialiste dhe 7 grupit parlamentar të Partisë Demokratike. 2 anëtarë do të jenë nga partitë të cilat në zgjedhjet e 11 majit kanë fituar të paktën 2 mandate, përkatësisht Partia Socialdemokrate dhe Partia Mundësia. Ndryshe do të jetë përbërja në Komisionin e Posaçëm të Reformës Territoriale, përbërje të cilit do të jetë me 16 anëtar, por me një tjetër ndarje. Partia Socialiste do të përbëhet nga 8 deputet dhe 6 përfaqësues do të ketë Partia Demokratike.